Dhe jemi rikthyer këtu pra pas pak minutave marketing të dashur shikues, dhe jemi rikthyer me një pjesë goxha interesante. Shpesh flasim për këtë çështjen e diasporës, shpesh flasim për angazhimin e tyre, por jo vetëm. Ajo që është më rëndësishme, unë gjithmonë e them që diasporën e kemi kështu zemrën e Kosovës, sepse nga aty dhe mund të them me gjithë mallin e dashurinë nuk di as na vetë që jetojmë këtu, a kemi aq madhe dashuri për vendin sa kanë nga diaspora. Dhe kur flasim për këtë, është goxha e mirë kur shohim persona që ndoshta janë kritikisht diçka tjetër, nuk ndalen me humanizmin e tyre, nuk ndalen me atë që t'i japin Kosovës së çdo gjë që kanë edhe nga larg, qoftë përmes gjërave të ndryshme, qoftë përmes mjeteve financiare, por jo vetëm. Më rëndësishme është kur këto të gjitha bëhen bashkë dhe shtohet edhe krijimtaria letrare, kur shtohet edhe ruajtja e identitetit shqiptar, dhe këtu po flasim konkretisht për njërin nga ata të shumtë që janë në diasporë, po flas për Zedin Dedincën, i cili është një autor, por gjithashtu një humanist i madh që ka ndihmuar shumë edhe fëmijë, por për gjitha këto do flasim më pastaj me Zedinin tash. Ai ka botuar edhe librin e dytë të tij, pas Rrugët e mia, ka botuar tash edhe Net Edit. Po për çka po flasim konkretisht, do flasim me vetë Zedinin. Mirëmëngjes dhe faleminderit që je këtu sot. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Zedin, po nisim pra me këtë librin e kemi edhe këtu në studio, po e shohim Net Edit. Pse pikërisht Net Edit? Net Edit ka ardhur nga net shumë pa gjumë dhe det një dritë këtë që ka më rri pas gjumë, mas shumë vështërsive, dhe kjo është Net Edit. Edhe ke vendosur pra kështu libri i parë, biografi. Këtë libër e kemi me? Me poezi. Me poezi. Pse ke vendosur poezi, Zedin? Unë kam shumë poezi që ka shumë që kanë femëria. Edhe librin e parë kur e fillova, nuk e kisha për atë biografi, por ja dula atë biografi. Libri i dytë desha pak më ndërru, mos më shku, edhe ishte mbrana 4-5 muaj që e botova librin e dytë, do shte diçka tjetër me kam. Po, edhe ke shkruar poezi që nga i vogël, pra të kara me u marrë me këtë botën e poezisë. Pse ke vendosur pikërisht me poezi, me botu librin e dytë? Po ndaj librin e parë vendosur me misionin, po pse pikërisht me poezi për librin e dytë? Te kujton të fëmijërinë apo çysh? Këtu poezitë në kryesisht të kohës tashme. Më me thonë. Po mrena 4-5 muaj diçka do të më kon ndryshe me ato, po të shkruaj ndonjë roman dhe diçka e njëjtë do të përshtatet me ato biografinë, që është dole nga poezia. Po, dhe nëse flasim për këto poezi që janë këto, për çka flasin, Zedin, për çka theksohen, pra, sepse ka goxha shumë faqe, një libër voluminoz, po them. Librin e hap me prindrimin, nga familja, dashurisë patjetër, adheot, mërgimit, shoqërisë, vështirësive të jetës, çdo gjë, janë të gjitha ato. Po, dhe e ke hap me prindrimin pse? Po, unë them që, them një fjalë shumë të shkurtë, them që baba e nënë secili mund me qenë, po prind jo secili. Fëmijët kanë nevojë edhe për dashuri, jo vetëm një boqefin, një koftem, jo vetëm për lojën e tjera. Edhe sa o shumë rëndësishme familja për mendimin. Pikërisht sa është e vështirë, Zedin, se ju keni edhe e përmenda edhe në fillim, pra kur ju prezantova që ju keni qenë, keni udhëtuar, keni parë kulturat ndryshme, por sigurisht që duhet ta them edhe që jetoni larg, sa ka qenë e vështirë për me rujt gjuhën shqipe? Unë e kam thonë edhe përsëri, njeriu lind adhetor dhe vdes adhetor, nuk bëhet adhetor, dhe unë e kam lindur për babi më ka ushqime edhe dashuri, nuk është vështirë. Unë mendoj që këtë për prindit varet, dhe kjo është arsye dhe familja që është, familja është qesi çdo gjë. Po thonë që prindrit e kanë rolin kryesor për me rujt. Për prindit, sipas sa të flasin prindit, çysh të ushqesh. Po. Kështu mendoj unë. Ka shumë në mërgim që nuk flasin edhe shqip sot. Dje, jo me larg e takova një person, tha jam në Amerikë, tha po nuk di shqip, shqiptar i Amerikës. Ka të tillë, për fat keq. Po. Por për mua s'ka qenë e vështirë, unë du shumë shqipen, nuk e di. Po shihet, besoj edhe këto libra që i kemi këtu është goxha kënaqësi me pas që merren ende, pra edhe din me rujt kaq mirë gjuhën shqipe. Po nëse flasim për to konkretisht, është kjo libra Net Edit më shumë, mund të them si rrëfim personal, poezit janë personale, apo më shumë një rikujtim i mërgjimtarëve, një ndjesi për gjithë mërgjimtarët? Ka, kur të flasim për mërgjimtarë i rrogë gjithë, po gjitha ma shumë ndjesitë personale, domethënë që i kam përjetuar vetë. Mërgimi, familja, jeta, shoqëria, miqësia, besa. Po, dhe cila më me thonë prej gjitha poezive, kështu që ke vendosë është një që të kam betë kështu në mendje dhe ke shkru kështu me qef, se jam e bindun që e ki në një që e ke bo kështu me qef. është
Nëse s'gaboj herën e funit, kërkova me shqipja krenare. Po. Shqipja krenare, kom qitë pe edhe së libës në këtë libë, do të përcjellë edhe libra tjera. Shqipja krenare, një gjuhë shqipe që i kemi nëse ka kërkosh. Gjuha shqipe është unike. Ato po veçon... Ato gjithmonë. Poezit keqet e konën s'ka, gjithaj dua. Por, pasi pyeti drejt, atë gjuhë shqipja krenare ta mbaj gjithmonë. Po, për çka ke shkru ma shumë Zedin? Ma shumë për dashurinë, për mallin? Për gjitha besa. Për gjitha i kam dojnë pjesë ndryshme, për gjitha ka për dashurinë, ka për mallin, ka për adhejon, mergaten, shoqërinë, miqësia, besa, besimi. Unë kam qenë edhe pak në feminin time kam qenë ndrojtur. Nuk isha një farbesimi, por ja, kam edhe poezi që dikur i hopa syta. Ke qenë me të rjekur, si me i larë këtyre? Ma shumë me të rjekur kam qenë. Tani jam hapit, më kanë ndihmu, shkrimet më kanë ndihmu. Po, dhe pas këtij librit, pra Rrugët e mia dhe me urukthim me folë edhe pak për të, po du me ndalë ende tek Net Edit. Çka e dallon aspektin krijues librin Net Edit? Pra, po flas, a ke pas më vështirë me shkru, apo të kanë ardhur vetë poezit, apo si shkon kjo? A preferon më shumë me shkru, sikur rasti për shembull misionet e tua, qa ke pas të Rrugët e mia, apo ma letë është për shkru poezi për ty? Në këtë rast, dyjat më përshtaten mu. Edhe misionet që i kumë bo, jo mone. Edhe poezit, dhe më thonë, jenë nga une, gjithdo është ndjenë nga une, jenë të mijat, jenë ndjenë që kanë dalë nga shpirti. Në këtë rast, po, kom libra tjera nëse dalmi, që jenë story në gjarjet vërteta nga raste tjera, ato do dalmi të të kohë, po këtu jenë gjithdo gjë që kanë dalë nga une. Mendoj që në qëtë rast jem dyjat njëtë për mu. Po, cilën e ke shkru shumë me qef? Atë përqim ma shumë poezit, Zedin nëse flasim, apo ma shumë e ki theksin tek historit me i tregu? Zdiqysh me thonë. Më duket me poezin, e përmend edhe pej fëmijë, ma i lidhur. Edhe libra kom shu pej fëmijës, kom edhe shkrime që kom shu libra, do t'i botoj të ardhmen, si që thash, kisha libra tjetër, po ja lash një zbrapsim pasi ishte, u do të me ndryshu. Autobiografia flet këtë për vetën, është ma hapër. Misionit e mija me në që jenë të shenjta, edhe ato e ka, është ma hapër të thotë. Po poezia ishte të momentit, poezit jenë të momentit. Jo, nëse flasim për juve, Zedin, pra, ju keni lind në Obiliq, nëse nuk jam... Në Lejthi, Kastriotën i thëmë. Po, Kastriot, Obiliq. Ne kemi Obiliq. Edhe, nëse gjithë rrugtimi juve në Kanada, pra, so ka qenë një vështirë, apo si është karakterizu udhëtimi? Mërgimi nuk është i letë. To e dim gjithë. Unë si femi 18 vjeçar jam dole jashtë. Me të vërtet ka qenë vështirë. Por, kom punu shumë dhe i pasur nuk jam, por pasuria imi është libri dhe ndihma që kam dhënë për shqiptari. Dhe do të flasim vetëm pas pak tek kjo, se e di që jeni goxha humanistë sa i përket kësaj. A mendoni se distanca me Adheun e forcon apo e rëndon edhe këtë procesin tek ju kur shkruani, distanca nga Adheu, pra, a mendoni që do të ishte njësoj malli apo Adhe dashuria po të ishte tu? Unë mendoj që njësoj është, unë thash si rritet fëmiju, apo një familje, familja e krijon ato. Edhe pse jemi largë, edhe kur vi këtu unë e du Shqipërinë, shqiptarin time, gjitha nej. Po, pra po thu që nuk ndikon kjo, se zakonisht ne i themi rrugimtarëve që ju që jeni largë, keni diqysh pa me mall. Po nëse themi ashtu ka shumë tonë që nuk flasin gjuhën shqipe, domethënë e kanë harruar, nuk është fakti që të kishin mallin do të vishin këto më shumë, do ta mbajnë. Po njeriu lind të jetë i tillë. Po, dhe ju, Zedin, nëse nuk gaboj, merreni me fushën me informatikë, me këto. Sa është e vështirë me bu këtë lidhjen, me rujt këtë lidhjen mes artit, mes librave dhe në anën tjetër me gjëra kritikisht tjera? Unë deri në vitin 2012 këmë punu kamarjer. Dhe nga kamarjer mora profesionin për informatikë. Dhe ndryshova, nuk ishte e vështirë me ndryshu. Jo dy gjëra ndryshme, mendoj që dyjat kërkojnë me lexu. Edhe në informatikë kemi çdo ditë diçka dele e re, kështu që na takon me lexu. Po kështu, po mendoj si profesion çka i lidh dyjat përveç me lexu. Po mendoj që mundesh me u shpreh majlish, me punu larg kështu njerëzve apo qysh? Unë nuk e di, unë me rrjet që punoj me njerëz rregullisht. Rrjet, profesionin me informatikë me rrjet, me internet si i themi. Edhe nëse flasim për këtë, a mendon që shkrimi për juve është si një
Lehtësim shpirtëror, Zedin? Është lehtësim shpirtëror, unë ushqihem me to. Truni jem ushqihet me. Gjatë bisedës me disa, thanë libri është lloks, nuk mendoj që është lloks libri, është ushqim për trurin. Dhe çfarë mesazhi doni ti përcjellni përmes librit Natë e Ditë lexuesve? Unë e them që në librin Natë e Ditë ka poezitë janë të drejtë për së drejta, janë të lehta për lexuesin, nuk e mundojnë lexuesin. Gjëra të vërteta që mund të mësoj shumë. Janë Natë e Ditë në titulli tregon që nga vështirësinë në dritë. Po. Dhe për gjitha këto, pra, duhet ndalem pak edhe tek rrugët e mia. Këtu ke përmend disa nga misionet tuaja, mundesh më na fol pak a shumë edhe për atë? Po. Unë misionin Prishtinë-Kosovë, e kom pas, kom ndihmu për me njoft Kosovën në shumë organizata. Ato ka fillu mas pare, që është e cekën edhe liber. Pastaj jem dalte me ndihmu me kompjutera. Kompjutera është. Unë mendoj që gjëja më e mirë me ndihmu dikuj me dhon dije. Kompjuteri për e jap çat mundësi. Po, dhe nëse folim për ke ndihmu pra për me njoft Kosovën, Zedin. Po. Sa është e vështirë për me lupu për Kosovën? Sa e njohin realisht Kosovën në sferën ndërkombëtare? Ka qenë problem ndër vite, mund them, kjo që nuk njihet Kosova, qasja me Kosovën, shpesh edhe nuk e din ku gjendet Kosova. Sa ke hasën probleme? Unë kom pas has probleme me tonë ma shumë se nuk kam bashkëpunu, nuk bashkëpunojshin. Unë kam kërku shumë dim nga të flasim hapër nga ish ambasador, të cilit kërës më kanë këty përgjegje dhe kom cikë dhe në liber. Unë pa pas njerëz bashkë, vetë nuk mundesh, pa pas letra nga Kosovë, Republika Kosovës, o shtirë me informu organizatat ose shtetet e tjera. Kote funit kam fillu edhe për me shoqërive, unë punoj me shoqërinë ndryshëm ku jetoj, edhe i thëmë dërgoja ministrit të jashtëm shtetit ju, kryetarit apo mbretit, edhe kanë do të, edhe kanë provat e një maila, që i dërgojnë pse s'pe njefti Kosovë në gjeni arsyes nisi banor të kështi shtetit. Njohjen e funit që e kumë një njohjen në Kanadë, nga drejtoria arsimit Quebecut ku jetoj, ajo e kishte pas Prishtina Jugoslavia. Dhe mendimin time unë rru, dhe më thonë është edhe në libër shkrimi frëngjisht, ato ku thëtë që ne e kemi në rru. Po unë nuk e nëshua, për kjo që ka meret nuk dimojnë, ka shku me mira studenta ato, ka nëshku Prishtina Jugoslavia, kur shkova unë të bërë një kurs frëngjisht, nuk e pranova. Ose këthema Prishtina Kosova, ose se nëshkujnë, se nuk shoj shkollë. Do të mi bojkotu senet që nuk jenë tonat. Pik. Edhe sa lobojnë realisht shqiptarët në diasporë përgjithsisht? Ka që punojnë. Ne kemi edhe në Amerikë, lobi shqiptarë amerikanë që është punojnë shumë ata. Po, kemi edhe punë. Nuk është letë me jetu në Kanada, apo në Gjermania, në Angli. Shumë nga ne i punojnë nga 2 puna për me bi jetu. Nuk është e letë. Pastaj ne kemi edhe familje këto, do të me ndihmu edhe familje, se ndështë të ndonjëherë edhe puna e 2 gjys apo e 3. Po. Pa tjetër. Edhe duhet pësë, pa tjetër, Zedina për këta aspektit, sepse ju e keni përmend të zakonisht që jeni pranë fëmijëve, sidomos kur është fjala për me u arsimu. Keni bërë pra edhe donacionet shumëta për fëmijët, apo jo? Po, edhe bëj. Edhe në ndalem. Pse e ke zgjedhur? Duket e keni lidhje të veçantë, kemi pas kryesën e fundit, po studje ke përmend. Ka shumë gjëra. Ne kemi vujtë si fëmijë, si kemi pas të kushtet. Dhe kur e shohën në Kanadë, shkoj në kolegj në Kanadë ose në shkollë fillore dhe i kanë gjitha teknologjinë. Shkon në për shkolla, mos të folën një fjalë luftës 2 botërore për dorën një fjalë kompjuter, thonë gjurnat që s'kan fëmijët tonë. Është numër 1. Numër 2 është që në vitet 90 neve na kanë mshirë shkollat. Bëllë. Dhe pasi kanë mbyll armiku, tani janë hap, të investojnë ata, fëmijët kanë nevojë për dije. Po. Edhe kom shku, kom taku fëmi që unë e qesën veti, kër e marrë një dhorat, sa do e vogël tjetë, është i mirë. Pëse më s'japë edhe një fëmijë sëtë. Unë japë edhe bursa, jo me fatë, nashta që i kam një mundësi të vogël, nuk jam i pasur, përse i për thëmë. Unë një burs për fëmijët e japë edhe me burs time dhe fëmijët për kërë shkollë. Po, pikërisht edhe kjo është goxha e rëndësishme. Dhe i njohim, kështë përmenda dhe më herët, i njohim argjumtarët, pra që e kanë pikërisht fokusin dhe thelbin tek arsimi dhe tek të rinjt. Po duhet pësë edhe për fund, Zedin, qka i pret
gjithë lexuesit për në vazhdim. Pra, a ke përgatitur diçka në një libër tjetër, cila do të jetë vepra e radhës? Po kështu më nxjerr fjalën sikur për në të ditë. Je vetëm një që më nxjerr fjalën për në të ditë. Ty tregova e kaluan që në të ditë është. Libri i tretë Pelena surprizë më mirë. Okej, më mirë. Por do të jetë një ngjarje, por ngjarjen s'pe tregoj më gjatë. E pas ke planifikuar vetë. Është, libri është, unë thash kam shkrime shumë, besoj që më thonë që është gati. Libri i tretë. Po, edhe e mirë presë. A do t'jetë vetëm dalladina, do t'jetë me poezi? Jo, ngjarje vërtet një roman do t'jetë një histori. Do t'jetë një roman. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë të jush. Faleminderit juve.